të gjithë pasaporta ruse. I është dhënë kjo që në vitin 1990 e ka bërë Rusia këtë. Dhe këta kanë kërkuar shkëputje nga pjesa tjetër e Moldavisë. Nga pjesa më dhe vazhdon ky problemi që kanë, por aktualisht këtu po ndodhin zgjedhje në Moldavi. Jemi në një fushat zgjedhore, javën që vjen edhe ka dhe prezenca ushtarake. Është edhe një prezencë intimidimi ndaj pjesës së popullatës për të votuar për ato parti të cilat janë pro Bashkimit Evropian dhe pro NATO. Për ta mbajtur Rusin, për ta mbajtur Moldavin rusofobike, thot ai inteligjenca ruse. Po, pikërisht për arsye sepse ka aktualisht përplasje që po ndodh në Moldavi, këto zgjedhje është midis krahut pro-perëndimor dhe krahut pro-nacionalist dhe pro-rus. Pra janë ndarë në dy grupe, por problemi më i madh nuk qëndron te çështja politike në Moldavi. Qëndron te çështja e armatimit. Ka 3 depo të mëdha në Moldavi me armatim dhe municion, gjithë armatimi dhe municioni që kishin të gjitha vendet e lindjes që ishin antarë të Tratatit të Varshavës, Rumania, Bullgaria, Polonia, Hungaria, Çekoslovakia, Çekia, Slovakia, gjitha këto vende që ishin antarë të Tratatit të Varshavës kur përfundoi Tratati i Varshavës në 1991. Të gjitha armatimi që i përkiste forcave ruse të vendosur në këtë territor. Nuk u çuan drejt Rusisë, po u morë dhe u depozituar në Transnistria. Dhe me këtë armatim që ka këtu, Ukraina mund të bëjë luftë edhe 5 vjet tjera. Dhe gjithë qëllimi është që të shfillojë një konflikt këtu, të marrin këtë territor, të marrin këto depo aktualisht ruhen nga 4500 forca speciale ruse. Pra janë nën kontrollin e forcave ruse direkt, jo të forcave moldave. E qartë. Dhe qëllimi është që të shkaktohet një luftë e brendshme, që të merren këto depo dhe të jepen Ukrainës armatime dhe municione që mund të bëjë rezistencë edhe për 5 vjet pa pasur nevojë që Bashkimi Evropian të japë më para ose ndihmë ushtarake. Pra gjitha bëhet për këtë skenar. Pra lidhen të gjitha për të ardhur te kjo. Por ama kemi një problem. Edhe te kjo, siç thash, këto depo që ndodhen në 3 vende, një këtu dhe një këtu poshtë, të gjitha këto depo ruhen nga forca speciale ruse, pra janë forcat të Rusisë. Dhe në rast se ti do të veprosh kundër tyre, Rusisi lindet drejta për të goditur këtu dhe siç e thatë në fillim, Moldavia nuk është një vend antar i NATO-s. Kështu që forcat ruse nesër mund të vinë dhe të hyjnë në Moldavi. Dhe kjo nuk do të prodhonte një përplasje. Por NATO-s dhe shumë vende Bashkimit Evropian intereson një përplasje tjetër në Moldavi, sepse për të ardhur në ndihmë duhet të kalojnë kjo pjesë që kontrollohet nga Ukraina. Pra ardha në ndihmë e trupave tyre këtu është çike vështirë për Rusin dhe do t'i hapte Rusisë një front tjetër, dhe do t'ia bënte më të lehtë luftën. Pra, kur ti hapesh në 2 fronte, njëri ke shumë larg, e ka më të lehtë ky tjetri për të rezistuar dhe ndoshta edhe për të marrë territore. Pra e kuptoni, gjithçka bëhet për të ardhur në ndihmë Ukrainës në të gjitha format dhe mënyrat dhe për të dobësuar Rusin. Shumë e qartë, Dritan, të falenderoj shumë që na sqarove këtë moment. Ndërkohë, Dritan, nuk e di sa kohë kemi, po më intereson shumë se po flasim për lidhjen e mesme, po flasim për Ukrainën. Kemi në Serbi së fundmi është bërë një paradë ushtarake, regjia duhet i kem edhe pamjet. Si e vlerësove dhe si e lexove këtë moment? Në rast se mbani mend, Vučići para 2 muajsh doli në një deklaratë publike dhe tha që do çudisim botën me paradën që do organizojmë në shtator, nëse mbani mend. Po. Realiteti është që nuk çuditi botën, çuditi vetëm neve që ishim këtu pak a shumë, pavarësisht deri diku. Nuk është se personalisht nuk mbeta i çuditur, pasi edhe më parë kam deklaruar këto armatime Dritan. Po, në këtë paradë Serbia angazhoi gjysmën e forcave të veta ushtarake. Pra, Serbia ka 24.000 forca ushtarake dhe në paradë morën pjesë 10.000 forca ushtarake. Pra, kaq është kapaciteti i Serbisë. Paraqiti 3 avione Rafale, pra 3 avionet Rafale që me Macron, por paraqiti avione Rafale nuk është se Rusia i ka marrë këtë avion. Pra, avionet u fluturuan nga pilot francez, sepse pilotët serb akoma nuk janë përgatitur, pra janë në përgatitje e sipër dhe nuk është se i ka marrë në dorëzim avionet. E ka thjesht për si eksploziv. Këta janë avionet që do marrin, këta 12 avionë që ka bler, pra është pjesë e këtyre 12 avionëve, por në këtë moment nuk është se i posedon avionët. Pra thjesht paraqitet si pjesë e marrëveshjes dhe që ashtu. Ajo çfarë me të vërtet solli një për pjesën tjetër është paraqitja e disa dronëve me teknologji. Dronët janë komplet prodhim të teknologji izraelite, por me licencë hungareze. Pra të kemi dëgjë. Pra dronët i prodhon Hungaria dhe Serbia ka bërë një marrëveshje ushtarake me Hungarinë vjet për të marrë licencën e prodhimit të tyre dronëve. Pra një vend i NATO-s i ka dhënë Serbisë licencën e prodhimit të tyre dronëve që i prodhon vet, për interesat veta të marra nga Izraeli. Dhe e dyta, ajo që ka paraqiti ishte një lloj rakete me rrezet deri 350 kilometra, është raketë totalisht izraelite.
Pra ajo është teknologji 350 kilometra distancë. distancë. Goditje është raketë izraelite. Pra atë e prodhon Izraeli, është për prodhimi industrive ushtarake izraelite dhe ekskluzivitet vetëm i Izraelit. Dhe ja ka blerë si prodhim teknologjie, apo ja ka shitur Izraeli, Kjo duhet parë. Pra këto ishin dy risit. Risit të tjera nuk ishte... Kjo raketa 350 km dritan? Kjo raketa 350 km, pra kërcënon Kosovën, në rast se do ta shohësh, po unë nuk e shoh si kërcënim, për arsye se në Kosovë është tjetër. Pra kemi tjera rrethana në Kosovë. Do të kemi gjë parasysh, çdo kush që mund ta thotë, pavarësisht se me daljen e kësaj krahasa politike në Kosovë filloi të gjitha në korë dhe thoshte kërcënim, unë nuk e shoh kërcënim këtë ushtrirë serbe për Kosovën edhe as për rajonin, pasi nuk ka kapacitete. 25.000 forca janë zero, pra për të luftuar në rajon, në një rajon i cili tërësisht është e angazhuar në NATO, dhe Kosova është interes strategjik i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Pra, çdo kush që cënon Kosovën ka cënuar hegemoninë amerikane. Dhe hegemonia amerikane është ajo që po bën tashmë, po bën luftë në Iran, po bën luftë në Yemen, po bën luftë gjithandej. Për këtë hegemoni po bëhet luftë. Dhe askush nuk do mund nesër këtu aq më tepër Serbia një vend i izoluar, fizikisht është i izoluar, politikisht mund të ketë mbështetjen e Kinës, Rusisë dhe çdo lloj vendi tjetër, edhe të Izraelit, por fizikisht është një vend i izoluar. Pra nuk mund të cënojë dhe nuk do guxojë të cënojë këtë interes strategjik amerikan, i cili përcakton qartësisht hegemoninë amerikane në Ballkan. E qartë, pra nuk është themi... Po këto ishin, pra nuk është diçka, kjo ishte. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha, si gjithmonë kënaqësi. Në këtë pjesë të dytë emisionit është bashkuar me mua studiuesi Olsi Yazexhi. Olsi, kënaqësi që të kam, si gjithmonë. Kënaqësi që jam edhe unë. Olsi, Britania, Franca, Kanadaja, Australia, Portugalia dhe disa vende tjera shumë të rëndësishme që mund të konsiderohen edhe ajka e të paktën e Europës, kanë vendosur, kanë shpallur njohjen e shtetit të Palestinës. Si e lexon këtë moment? Unë këtë moment e shoh si një moment krize madhore në Aleancën Perëndimore, nga që vendet kryesore të G7-s, vendet e dominionit perandorak britanik, domethënë Britania e Madhe, Kanadaja, Australia, Zelanda e Re, dy fuqitë nukleare të Evropës, ato që edhe shpikën Palestinën, por edhe Shqipërinë, Britania e Madhe që sapo e përmenda, dhe Franca, dhe pas tyre Portugalia, Belgjika, Luksemburgu, Malta, San Marino dhe Andorra. Gjitha këto po bëjnë atë që nuk pritej, që prej vitit 1948, kur fuqitë fituese të luftës dytë botërore, anglo-amerikanët dhe francezët në një anë dhe boshti sovjetik në anën tjetër, ku boshti sovjetik ku hynte edhe Shqipëria, Palestinën do ta njihnin si shtet vetëm në 1988, ndërsa bloku perëndimor do të refuzonte që ta njihte Palestinën, duke e lënë Izraelin si hegemon mbi jo vetëm Palestinën, por edhe botën arabe. Dhe më në fund, tani në shtator të vitit 2025, ne po shohim ndryshimin e historisë. Po kemi përçarje në boshtin perëndimor, ku Franca dhe Britania e Madhe, të cilat historikisht kanë qenë bashkë me amerikanët në mbështetjen e Izraelit, më në fund po thyejnë unitetin e perëndimit dhe po njohin shtetin e Palestinës. Tani pse bëhet kjo, mund të pyesë dikush, për personat që din historinë e konfliktit arabo-izraelit, historikisht britanikët, francezët, australianët, neozelandezët kanë qenë kombe që kanë luftuar për Izraelin. Izraeli u krijua nga ky bosht. Nuk ishin amerikanët ata që mundën Osmanët në 1918,
ishin britanikët dhe francezët. Erdhën trupat e Anzakut, australianët, neozelandezët, ata që mundën gjyshrit tanë Osman, dhe ishin britanikët ata që me deklaratën e Balfurit të 1917-ës ndërtuan aleancën e famshme ndërmjet mbretërisë britanike dhe bankierëve zionistë. Por me gjithë mbështetjen që Britania dhe Franca i kanë dhënë Izraelit që prej vitit 1917, që i bie më shumë se 108 vite, më në fund limiti ka arritur aty ku nuk mban më, nga që me krimet që Izraeli po bën në Palestinë, në Gaza dhe në Bregun Perëndimor, dhe me kthimin e Izraelit të një qeni të tërbuar, i cili, sikur biseduam vetëm javën e kaluar sulmoi 6 vende, nga Tunizia, Katari, Libani, Palestina, Jemeni, edhe nuk e mbaj mend se kush ishte vendi tjetër. Domethënë, me këto krime që Izraeli po bën, edhe për më tepër duhet përmendim këtu edhe gjetjet e OKB-s që u publikuan përpara një jave, ku edhe OKB-ja pranoi që Izraeli po kryen gjenocid, dhe këto fuqit perëndimore thjesht nuk e përballojnë dot me Izraelin. Izraeli është bërë i papërballueshëm, është bërë embarrassing, është term në anglisht, nuk di se si ta përkthej në Shqipëri, por domethënë sikletosës. Urdhro? Sikletosës, të vjen turp. Domethënë po i sikletos kaq shumë këto fuqit perëndimore, saqë ato tani thonë, okay, ky është limiti, ne nuk të përballojmë dot më. Se duhet kuptojmë edhe një gjë tjetër, që me përfundimin e luftës dytë botërore dhe me mundjen e nazizmit, në botë u ndërtua OKB-ja dhe Organizata e Kombeve Bashkuara u ndërtua për të bërë ligjin ndërkombëtar. Dhe ligjin ndërkombëtar parashikon që shtetet pushtuese nuk kryen dot gjenocid mbi vendet që ata i pushtojnë. Deri tani Palestina ka qenë në okupimin e Izraelit, po për sa kohë që palestinezët mbaheshin në fushtim dhe nuk shfarroseshin në mas si tani, Aleanca Perëndimore ishte e gatshme që ti ignoronte krimet që bënte Izraeli. Por me atë që Izraeli po bën tani, që po vret njerëzit me uri, që rripi i Gazës është kthyer në një kamp përqendrimi ku Izraeli përdit godet me dron dhe me avion dhe me tanke, është bërë një situatë që njerëzimi nuk e ka parë që në luftën e Stalingradit. Dhe përveç kësaj, Izraeli tani më i ka kaluar gjitha limitet. Sepse Izraeli është në luftë dhe bombardon të gjithë fqinjet e tij. Nga Siria e deri në aleatin më të rëndësishëm të boshtit anglo-amerikan në gjirin persik, që është Katari. Sulmi që ju bë Katarit përpara 2 javësh, ku Katari edhe pse sponsorizon dhe mban bazën më të madhe ushtarake në lindjen e mesme, izraelitët shkuan dhe bombarduan, ka thyer besimin e arabëve te perëndimi. Dhe në veçantit të britanikët, dhe duhet të kuptojmë diçka, që shumë nga këto vende arabe, që nga Katari e deri te Palestina, kanë qenë koloni britanike. Dhe ishte Britania me Francën, me marrëveshjen Sykes-Picot, e cila bëri ndarjen e botës arabe, se si do të kolonizohej dhe administrohej kjo botë pas mundjes së Osmanëve. Dhe si francezët, si anglezët, kanë shpenzuar me miliarda dollar për të ngritur këto shtete në gjendje të tjera. To janë, kanë derdhur gjitha të gjatë që ja morën këto shtete, ja morën Osmanëve, por tani Izraeli nuk po respekton asgjë. Dakor, deri përpara 7 tetorit të vitit 2023, Izraeli konfliktin e mbante në territoret e pushtuara. Shkonte, futej, vriste njerëz, bënte krime etj. Dhe fuqit perëndimore e injoronin se nga frika e lobit që fut, është i fuqishëm, mos i mërzitim lobin që fut, mos i mërzitim amerikanët etj. Po tani
Izraeli ka bërë një nga krimet më të mëdha që i ka ndodhur njerëzimit që prej luftës dytë botërore, është ajo e prishjes së rendit ndërkombëtar. Izraeli nuk respekton as i ligj. Dhe prandaj këto fuqitë perëndimore në këto momente janë duke në blok i bërë karshillëk jo Izraelit, se Izraeli nuk është gjë, por Amerikës. Duke thënë amerikanëve që ne nuk e mbajmë dot me Izraelin. Kjo është fundi. Po. Ne do të njohim shtetin palestinez. Sepse në një nga, nuk kujtohet, në një nga këto gazetat online të Izraelit, më duket Times of Israel, kjo konsiderohej si një sfidë, domthonjë njohja nga ana e Britanisë, Starmerit dhe Macronit e Palestinës, konsiderohej si një sfidë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Po kjo është sfidë ndaj Amerikës dhe nëse e pe përpara 2 ditësh konferencë për shtyp ndërmjet kryeministit që fut anglez Starmerit, që janë ato gjithmonë, dhe Trumpit, kur Trumpi ishte në Britaninë e Madhe për vizitë, Starmeri tha po në sy të Trumpit që ne do ta njohim pavarësinë e shtetit palestinez, dhe Trumpi tha ne kemi rënë dakord me Starmerin që mos bijem dakord për këtë punë, ku amerikanët tani më janë të izoluar, i vetmi shteti botës që shteti Izraelit, se edhe Shqipëria quislinge e Edi Ramës, nëse ke parë në votimet që janë bërë në OKB, nuk guxon dot më ta mbështesi Izraelin, por Rama që i ka shumë frikë amerikanët dhe izraelitët, ka urdhëruar ambasadorin e tij në OKB që të abstenojë. Dhe kur shihen rezolutat që OKB-ja sjell për punën e Palestinës, është që i vetmi vend që përdor veton dhe që qëndron brapa Izraelit janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Po pse pikërisht gati i gjithë perëndimi është sot vendosur kundër Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit për sa i përket asaj që po ndodh në Gaza. Pra, si ta lexojmë këtë ndryshim të madh kursi në vendet, ndryshim historik, duhet thënë, kursi në vendet perëndimore. Nisur nga fakti që parashtrimi yt ishte fantastik, kemi të bëjmë me 2 fuqi bërthamore europiane, kemi të bëjmë me shtete që kanë rol shumë të rëndësishëm për sa i përket gështatës. Pra, çfarë po ndodh sot në perëndim për sa i përket situatës çështjes së Palestinës? Në këto momente ne po kemi 2 luftra masive rajonale. E para është lufta e shumicës së NATO-s kundër Rusisë në Ukrainë, dhe në anën tjetër kemi luftën e Netanyahut kundër arabëve. Se kjo nuk është luftë kundër palestinezëve. Domethënë Netanyahu duke bombarduar 7 vende, 6 vende arabe javën e kaluar, ai ka shpallur luftë gjithë arabëve. Dhe në këto momente kritike për të ardhmen e botës, si britanikët, si francezët kanë nevojë për 3 gjëra. E para, që të kenë në krahun e tyre arabët, se në rast të një përshkallëzimi lufte botërore me atë që Izraeli po i bën arabëve, arabët nuk do ta mbështesin perëndimin, dhe kjo është diçka shumë kritike për franko-amerikanët dhe të ardhmen e perëndimit dhe të Evropës. E dyta, është hyrja e ligjit ndërkombëtar. Deri përpara nisjes së luftës në Gaza, si britanikët, si amerikanët, si francezët, kundër Putinit dhe Federatës Ruse përdornin ligjin ndërkombëtar. Rusinë akuzuan për masakrën e Buçës, për rrëmbimin e fëmijëve, e çuan Putinin në gjykatën ndërkombëtare të krimeve, e shpallën kriminal, e shpallën në kërkim etj. Dhe anglo-amerikanët dhe francezët mobilizuan ligjin ndërkombëtar, ku nëpërmjet ligjit që anglo-amerikanët dhe sovjetët ndërtuan gjatë luftës ftohtë, por ligj i cili u perfeksionua nga anglo-amerikanët me rënien e Bashkimit Sovjetik